qindra e mira, luftra dhe mentalitete. Ti po të shkuash, ti thuash një greku, më bëj një kafe turke, ai greku do të thotë, s'është kafe turke, është Eleniko kafe greke. Bravo. Po të shkuash ti thosh një anglezi, kjo është kafe shqiptare, tak e provon. Jo kafe shqiptare, kjo është kafe madhështore shqiptare. Hape edhe një kafe ne këtu në Londër. Jo jashtë në razës dytë. Ja ndryshimi, prandaj po thash, po e the shumë. Por më duhet pagush ze taksa se më duhet të çoj ushtrinë në Finland. Kam ca punë për të mbaruar. Po, jo, nëse thot hajden në Londër e një tjetër na më kuptova dhe në fund fare ti konfisko lekët një gjotë masi ke punu një 100 vjeti se thot një gjotë ti na ka rrethët se ajo në fakt kishte qenë dhe kafe turke. Po pra nuk jemi fut në sherrë turqit. E kanë shumë me sinqeritet, për shembull. E di pse u zgjata Mari do të hyrë edhe po nga më duhet të zgjas edhe 2 sekonda. Është një kulturë që s'ka asnjë në botë. Pra, tani më duhet vërtet të zgjatem. Për shembull, ata të thonë, do shkojmë ke një restorant italian, ose këtu për shembull e kanë ndërtuar, si kanë pasur romakët. Se ku dishim në anglisht me bokte, thon ata, e ke pasur, kanë një tip modestie në shpreje që prandaj tash është më rrezik, prandaj të thashë nuk mund të bëhet dot as shqiptari dot angles, as greku dot angles. Anglez është anglez, është perandorak. Edhe mënyra si të fletesh perandorak nuk të ofendo, domethënë mundohet mos të ofendo kur ofendimin e ke do ta mosh vesh ke shtëpia të nesmen, se më vesh as në tavolinjo. A keni poqa ju për shemë atje, ju keni dhe drita në Shqipëri. Edhe drita letë, është futur drita letë e ju, është shumë bukur, shumë bukur. Po vje, kështu, do më dhe me... Do t'je hajpi gjithë natën, mas 2 vjetës... Jo t'i thua sa i dashur. Po pra, fillo bo mua bet me këmë, sa bukur, sa mirë në apritën. Mas 2 vjetës t'u, po si ma tha mua e shumë. Por, qiko, unë nuk them të ta imitojmë, okej, po heqim imitimin, po që duhet bëhemi të vetëdijshëm. Duhet bëhemi të vetëdijshëm se si ja kanë dalë 40 milion njerëz që janë sot të grumbullojnë gjithë pasurinë e botës, të fusin në sherrë kombet me njëri tjetrin, edhe të kenë prapë, e kanë rujtat perandori, komë në ruajt të një që kanë. Tani, nëse njerëzit e morën që unë jam soft përsa i përket asaj, për shumë që nuk jam nacionalist, nuk jam ky idiot nacionalist, në mund të them kështu, por që unë jam për veprime më shumë se radikale në çfarë po ndodh në Shqipëri, sepse po të shikojmë, domethënë ne kemi një opozitë tani, s'duam ta pranojmë, s'duam ta pranojmë, që kërkon të vinë në pushtet jo nga grekët, nga forcat më të errta që ka prodhu ajo Greqi. Po i ndajmë dhe i herë, nuk po vinë as nga grekët jo, që edhe kjo do ishte poshtrim për shqiptarët, se në fund të fundit jemi komshi dhe kur e respekto komshin, ku ti ma traditat tuja, unë maj traditat e mia, ti kur keq datinin ti po të vi aty, kur të kem datinin unë hajde shoku, e ke përsysh qenë të ndrimet a emre këtu në budalliqeve, se por kjo forcë që ka pushtu, qoftë edhe kishën ortodokse, dhe le ta majnë si dunë të kishës ortodokse. Ta majnë si dunë, ta majnë si dunë edhe miqtë e mi, më kuptove, sepse unë të shi, thjesht po i them që po veproni kundra Krishtit, më kupto, se po falen i kot, po falen i qytë, se në ferë keni për të shku. Ka që idiot jeni, në qofë se s'kuptoni që vërtet kisha ortodokse është fut në përthonjt e Greqisë dhe të forcave të errta të Greqisë, jo të Greqisë si komp, që dhe kjo do ishte gabim.
Po jo, nuk po të them këtë, po të them në atë të errta që gjithmonë çdo hap që e bëjnë për me synë ekspansionizmit. Bravo, me synë ekspansionizmit. Dhe qofte edhe vetë spaku. Unë shof, nuk kam fakte, po që shof do më thënë, e tërë agjentura e errët grete e kemi tani gjatë gjithë saj kohë e kemi këtu. Dhe pse kemi më të qartë sot se që kemi pas për para tani, dhe nështë të se që kemi pas për para 90-ës, është sepse tani ju ka ra dhe atyne, si më të them, bigja, është i gjohë që kanë një të vdekur në dorë, kanë marrë një të vdekur që du me ngrejt aty, kështu që detyrimisht ju del fytyra. Në qoftë se përpara këto vepronin politikën tonë, por nuk u dallonin, sepse Saliu s'ishte kaq i shumtuar sa ç'është. Dhe PD-ja s'ishte, nuk i kishte dalë ngjyra tamam si ç'është. Dhe këto u kamuflonin. Qoftë edhe ke pësoj, se mos më kujtojnë ku i kam pas influencat. Por tash ku do të marrësh një figurë të vdekur, një politik të vdekur, me njerëz të vdekur, sa dhe të rinjt janë të dhjerë aty, atëre detyrimisht do të nxjerrin këta, do të nxjerrin zbulut që është dora jote nga pas këtyre, pra dora greke nga pas këtyre. Dhe ky është si një dhe një që bëjnë dy. Ajo që kam menduar unë është që tashmë politika greke në këto 35 vjet për shkak të servilizmit tonë njënë. Jo, nuk është për shkak, do më falsh, të lutem tani, do më falsh vërtet që ndërpreva. E gjitha kjo është pasoj, sepse nuk dua ta ul as popullin tim, as se çfarë ka ndodhur, të kuptohet tamam populli. Në momentin që ke qenë për bukë dhe në momentin që Europa kur futi këta grek të pazhvillum, që këta janë pazhvillum për europian, nuk duhet jenë mrena Europës, ta duhet jenë matan Ukrajinës, me gjithë aty i ka vonë zoti, e kësha këthy në nëshën, në rekull. Sepse duke i dhonë Greqis vëndin për në Europë, pra në qofë se pa 2 herë që shke Europa, nuk ishte mësusi. I dhanë ata rolin e mësusit. Jo, bravo. Ato nuk përdorën rolin e mësusit, ato përdorën rolin e pimpit. Pra, çfarë i kanë bërë ato shqiptarëve me operacione fshesa, me ndryshimin e emrave, me ndryshimin e komsive, me pensionet që jepshin brenda Shqipërisë, gjithkohën një shtet terrorist ndaj shqiptarëve. Dhe ka qenë vit pas viti. Kështu që u dhjefsha muna të mirësin, dhe ata që menojnë që po i them faleminderit për atë mirësin, aty mu këta tavolina mirësis ja u dhjefsha. Shiko, duhet them që në këto vite pikërisht me këtë rol që u dha Europa atyre, shteti grek i cili ka respektin tim për sa i fiksuar është ato objektivat e liga që ka ndaj nesh, ka qenë gjithmonë konsistent. Nuk ka lajthitur asnjë. Drejt. I kemi shkuar, ne i kemi thënë misia njën tjetër, jo, unë du ta gëdisur misin. Ata du vorë e pire. Dhe sot ka krijuar vatrat të infektuara të influencës greke që ti shiko që bën Berisha, shkon Takova, bëra, vjen kryeministri grek vepron si zot shtëpie. Tani e gjithë si mund të them ajo lobi grek është në Amerikë për Saliu, për PD-n. Vjen kryeministri grek, bën si zot shtëpia, në fakt zot shtëpia duhet ishte Edi Rama. Janë që gjitha këto që kanë krijuar një pozicion vasaliteti të Shqipërisë që neve nuk e ndjejmë, po shumë i fortë nën Rogoz, dhe që do doj shumë vite që unë kam frikë se do doj mbi 50 vjetë për të ikur, influenca greke,
ose më saktë kapja e Greqisë që në ka bërë Greqia. Dhe Amarildo them që ka për të qenë ndër proceset më të vështira të shtetit shqiptar dhe kam frikë se do lëm peng në një copë teritorin këtë mesele. Sepse kjo që po fillon me që ata e kanë shpallur, do krijojmë mbasi të marrin himarën, do krijojmë komunitetin e komunave greke në jug të vendit, tip Zajetnicës serbe. Pastaj do kërkojmë autonominë. Tani unë nuk e di, me sinqeritet, unë nuk e di se kush janë që të vazhdoj ti. Nuk du të kap atë. Unë nuk po di se kush janë më antishqiptar, janë këto grek të ashti, apo janë këto serb. Jo, me sinqeritet s'pa arrit kuptoj të ashti, këtë po të thoja. Do më thunë, kur ja shef veprimet, vetëm se s'ju ka ra momenti me bo terrorin serb që bon atje. Në qofse shqiptarëve të Kosovës edhe ju falet, sepse ashtu erdhi puna, më kupton, ju dhan një pambarësi gjysmake. Po. Ne nuk na falet, se kemi 112 vjetë shtatë. No, në Shqipëri, jo më fare, zero, tani, zero. Neve nuk na falet. Dhe jemi në një gjendje të tillë që vjen Fred Beleri, bën kaposhin dhe Spaku shkon të merr në burg, dhe unë nuk kam fej lidhje me madje, ndoshta po do ta dish ti, personalisht nuk kam pikë simpatie për Olta Xhaçkën. Personalisht. Zero. Bashkëshortin e saj jo vetëm si Tani Ferenca, se është ndër biznesmenët e parë shqiptar që është futur me çanta, ka ecur përpara në teatrin, dhe vjen Fred Beleri dhe bën si zotëri dhe ty po të kërkon tash që këta ti terrorizojnë, pasi të ka fut një kryetar komune në burg, Gjergj Goro, dhe di pse është futur Gjergj Goro. Okej. Po ja them edhe për që ta dinë njerëzit. Gjithë fshatarët shqiptar kanë një AMTP, që është ajo ndamja e tokave që u bë me 7500 euro. E cila ekziston edhe në komunë. Dhe ty vjen e të thotë, nëse unë marr një AMTP, duhet të shkoj kryetarit të komunës dhe t'i them, kjo AMTP-ja rezulton e regjistruar në komunë, është një formular A6 quhet ai që e ka. Tajtë, sot nëse ti do shkosh të pyesësh një AMTP, a është në komunë, nuk ta japin zyrtarisht se kanë frikë. Gjergj Gora të vetëm gjë që ka bëu është që ka dhënë zyrtarisht. Po, kjo është me 7500 që rezulton të formulari A6. Sot të shkosh se u ka hyrë të merri nga kjo punë që ka bërë Spaku me këtë. Gjergj Gora është në burg tash të fusin në burg. Gjitha kjo që po më thua ti, gjitha kjo që po thua dhe po e realizon në formë tjetër, po del pikërisht kjo që po them, që vërtet greku ka fut duhet dhe ke Spaku, dhe ke drejtësia dhe Po, nuk ja ka fut në fyt, e ka fut në stomak dhe ja ka kap fytin nga brenda. Dhe sot mora vesh që siç që ka bëu dhe një ashtu punë dhe hakerimin e për ca kompjutra, që janë i gjojmë atë. Këtë si a di krismë na e ka po vetë Spaku këtë punë, apo... Tani, po ishte problemi ishte që ishin dhe hakerim në disa telefona, që nga këto disa telefona, vaj lesh telefonit tim e Tedi Ramës, e PS-s, e PD-s, unë më shumë kam hallë në telefonave të këtyre të Spakut brenda. Pra, në telefon ti mund të gjesh lloj gjërash për të mbërë një shantazh. Nuk e di jam kuptova. Jo, thash. Po flas për telefonin e një profesuesit Spaku. Pra, po them, më mirë bëj shantazh e Ramës në telefon të Ramës, se sa të mi bëj shantazh këti të Spaku, ti që të fut hekrat, nuk e di jam kuptova. Dhe këtë kam hallë, lejt dhënat aty, por... Dhe që ta mbarojë fillin e bisedës, këta kërkojnë të ashtit ta fusin këtë i cili, Ditziu, ka paguar 3 herë, ka paguar edhe atë që i ka letrën me AMTP, edhe atë që pretendon që është pronar i tokës, apo më shumë vendosur ky, dhe tash do ta fusin në burg pse e ke bërë këtë punë. Një maskarallëk i papar, dhe Spaku është bërë ushtari Fredi Belerit. Dhe po mua nuk frikën e madhe e kam që si ka mundësi shteti shqiptar në çdo segment është kapur për fyti. Unë, Amarildo,
kam ikur nga punë, më kanë pushuar nga puna në Ministrinë e Jashtme, sepse kam shkrime kundër ndarjes së detit, kundër varrezave të ushtarëve grek në Korçë, kishte asin të vrarë, dhe kur më kanë pushuar nga puna, unë pastaj fitova gjyqet, është interesuar vetë ambasada greke, a u pushova, s'u pushova nga puna, a pushoj, as më pushoj ministrin nga puna. Po, ka ardhur makina e ambasadës greke, demek se s'kishte punë të protokollit, ka qenë një Benz klas E ngjyrë argjendi, sa mbaroi komisioni që më pushuar nga puna, unë dhe u di për falenderit kolegëve të mi komisionit që ishin kundra pushimit tim nga puna, dhe pro ishte ministri i LSI-s që firmosi, jo dhe sepse e kishte ligji atë që edhe në qoftë se komisioni profesionistëve s'është dakord pushohet nga puna, ministri merr një vendim kundra. Domethënë, më kishen në kohë të Enver Po, jo më Enver Hoxha të bote gjyqin me dëshmitar, tamam. Dëshmitari kishte knup në kohë të Enver Hoxhës, që të ishte një intelektual nga puna, duhet ishte gjithë ndërmarrjet vetë firmën. Nuk e ishte do drejtori. Ky është fakt. Po pra, as drejtori, as shefi kuadrit, se ishte dot. Kjo është historia. Kurse këtu që e kanë ndryshe, domethënë, nëse gjithë gjithë profesionistët del një rrej mbyllje që as e ka iden, është diplomacia, dhe unë jam pushuar nga puna për këtë punë, se kam qenë kundër varrezave greke, edhe kundër çështjes së vdetit. Aty të kam parë për herë pa në rrjetet sociale, domethënë aty të kam ndjek. Dhe kjo është një tmerr, Amarildo, se si është kapur nga fyti shteti shqiptar, dhe ty vjen të bën. Dhe tani unë për këto nuk i quaj zgjedhje, me sinqeritet këto nuk i quaj zgjedhje, këto i quaj, siç e kam thënë, e mbam mend emision e parë që kam thënë, rrëzimi i Saliut, ka qenë përzgjedh shumë përpara, është rilindja, është nderi që mundi bëj të djathtës, është rilindja e të djathtës. Mbam mend tash është. Kam frikë se s'kemi traditë Amarildo. Tani, siç po e shikoj, domethënë dhe shpresoj që vërtet shqiptarët të veprojnë me tru, kanë një agron shehaj, kanë një ai si ka tjetër ky Pasha, kanë një tjetër e tjetër. Që gjithë nga kjo e djathtë kolaboracionistët. Jo, tani në këto vende është mundësi, domethënë nuk më duken, unë shoh gjërat pak mundohem të shoh më në thellë, shoh se çfarë dëmi mund sjellë. Siç e kam thënë, PD-ja është e strukturuar që në fillim, që me 2 prill në Shkodrës, është e strukturuar si bandë terroriste. S'duam të pranoj. Pra edhe unë ku ja kam thënë vonë, ja kam thënë një bandë terroriste, dhe kushërit e mi janë ke banda terroriste. Dhe njerëz të mi dashur. Ka qenë, të lutem, ka qenë konstruktuar e tillë dhe pavarësisht mbulesave që ka bë aty këtu me fjalët demokracie, leshe presh që ashtu. Tani po del në momentin që po ja kërkojnë një çik më hapur. E ke parasysh ato spionët e mçeft për shembull që kemi parë në filma, që ka marrë rrogën ai gjithë jetën për ka qenë mçeft, aty i thot një gjë, thot do dalësh mes rrugës do të vrasësh, po do më vrasin në mua, po e pa për kështu është. Kështu ka dalë edhe kjo tani. Domthonë do dalë është e zbuluar fare dhe më e zbuluar se po nxjerrin këto zgjedhje, nuk ka qenë ajë në historinë 34 vjeçare tonë, nuk ka qenë. Tani si më e zbuluar se kaq nuk ka qenë ndonjëherë. Kjo aleancë me këtë, domethënë jo aleancë, nuk është aleancë. Aleat domethënë që je i barabartë, ky klientelizëm që kanë bërë aty domethënë është të mëshme. Dhe për çdo shqiptar të ndeshëm, çdo njeri që vërtet e do atë dheun, që normalisht PD-ja duhet atë më shumë defekte. Tani normalisht PD-ja duhet kuptojmë këtë, se sa më kriminal nuk e bonon, se normalisht PD-ja duhet ishte pikërisht vatra e atyre zërave që thoshin e dysush më bëjnë në duhet çamëria, jo më vlla nuk duam biseda se në duhet çamëria. E ke parasysh? Po s'na dhan çamëria, hasi po i mori një pjesë tjetër. Se do më është vatra e këtyre lloj njerëzve. Pra është vatra e nacionalistëve në mund të gjumë kështu. Vatra që do thoshte jo varret e gjermanëve, po edhe të anglezëve nuk i duhet. Po, na merrim me vete direkt në valigje.
t'i jap shoku, t'i udhë atje. Kjo vatër. Si që bëri ata turku, e di si e bëri ata turku? Kur i kërkun grekët që të ngrinë barezat e ushtarëve grek të rënë këto? Na t'ja jap shoku, thanë. Ja u hodhin në një anije, i shkarkojnë në Pire, e mbushi Pireun. Po unë habitem si ngelen këta, se më duket se edhe me Hoxha si ku ja dha paketume. Jo, nuk pranon ata. S'pranon anglez me i marë? Jo, jo pra anglez, për grek po flasë. Enver Hoxha erdhi, ju tha që hajde merrni një kockat. Shiko, Enver Hoxha në një farë mënyre pati një aleancë me anglezët gjatë luftës dytë botërore, e ndihmuan ata me... Jo, ndenja bëri, ato varreza në të asaj kohë. Po pra. Me stadion, jo varreza. Ajo është varë monumental. Po pra, ai varë monumental, më duket se ka qenë para 90-s apo jo? Jo, s'ka qenë para 90-s. S'ka qenë para 90-s. Je i sigurt? Jam i sigurt. Unë them 90 dhe ca përqind, ai ka qenë përpara tani, ka qenë përpara. I gjermanëve nuk ka qenë. I gjermanëve s'ka qenë. Kurse i anglezëve, unë kam një mbi 90 ca përqind, se unë kam pas dalë nga liçeni, mbi 90 ca përqind ka qenë pikërisht në atë vend, pikërisht ke kota ka qenë i anglezëve. Basa, nuk jam, unë për zborin nga po. Jo, prandaj po të them që në trurin tim, sepse mu dukte thjesht po i thras asaj, më kupton se nuk jam shumë i mirë në memorie, po i thras, bravo, po i thras asaj që unë kur shkoj atje u çuditja pak me këtë, thosha si shpjegohet. Kontradikt një armiq kaq të egër dhe janë barret. Bravo, kështu që 90% është kjo që them unë, që ato domethënë ai varr mund ta quajmë ose ai përmendore ka qenë aty. Po tani. Por ta thash, kjo djathtë, unë nuk e di, do kemi ndonjëherë një djathtë të tillë që ti thotë që gjithsesi puna merri këto çake edhe mos i di shohmë këtu. Unë ndoshta edhe këtë se du, po du... Jo, ta aleatëve jo, sepse e bën. Tani, jo, e di në mund të qyshu, unë du zërat brënda asaj partije që të thonë këtë, po të ja zërat si ke. E di si që punë është e çuditshme. Ti e dim, ne e dim gjithë historinë, luftat që kanë bërë sovjetikët me gjermanët. Po. Ka në Gjermani, ka në Bashkimin Sovjetik pareza monumentale të gjermanëve të vrarë në luftë me dytë botërore. Ja, më se besoj. Ka. Asun se kam besuar, po ka. Nëse do hysh do kërkosh nuk u. S'ka të kuajve. Mos ka të kuajve gjerman. Jo. Se kanë pasur drithin Ukrainës. Okej. Madje edhe në Stalingrad ka. Okej. Por gjermanët nuk shkojnë aty të thonë që ne shkojnë me përvojt e aty, me kërkesë falje gjithmonë sa herë shkojnë. Na duhet të recitojnë atë këngën. Edhe na falni, po të bëmë të gabime, një tjetër, sikurse në mos gaboj ka qenë Billy Brandi që ju ka kërkuar falje, ose Konrad Adenaueri, më duket ka qenë në 56 një kërkoj falje. Që i lirua Robert, nuk i lironi Robert. Formuloj dhe je. Po hapnin kanal. Kishin të me bjell, po hapnin kanal. Jo, po... I dha e diti jo një gjithë tjetër edhe Enver Hoxha, Robert Gjermanu 56 i ka liruar. Në duheshin tani? Në duheshin dha? Nuk ka dhe shkollaj kanal. Qa thu... Po do shkullqim mushkonjën e tjetër, që kam pa ca për mushkonjën, më leta mbyllim, natë nemi sinqerisht. Natë. Na hate mushkonja dhëndri në burë 20 vjeç. Po. Natë në mirë. Natë.